Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Qeveria e Maqedonisë së Veriut pretendon se është drejt përfundimit të veprimeve për futjen e modelit roaming si në shtëpi në Bashkimin Evropian. Ministri për transformim digital Stefan Andonovski konfirmoi se Komisioni Evropian 2 javë më parë hapi zyrtarisht procesin për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë Maqedoninë e Veriut, duke shtuar se secili vend duhet të përmbush vetëm kushtet para fillimit të negociatave dypalçe. Ministri tha se pritet që Maqedonia e Veriut të jetë vendi i parë në rajon që plotëson të gjitha kriteret, pas së cilës do të mund të hyjë në negociata me Komisionin Evropian, i cili do të veprojë si ndërmjetës para operatorëve telekomunikative evropian. Ambasadori i Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut, Denion Mejdani, përshëndeti pritin që kryeministri Edi Rama u bëri fëmijëve të bibliotekës Linkes në Manastir. Përmes rrjeteve sociale, Mejdani shkruan se mes të tjerave këta fëmijë mbajnë gjallë gjuhën shqipe, librin shqip dhe dashurinë për identitetin tonë dhe për te kufive. Çdo fjalë e mësuar, çdo libër i lexuar në shqip është një urë që lidh brezat dhe një dëshmi se bitë shqipes kudo që janë e mbajnë gjallë gjuhën dhe kulturën e tyre. Kur ruhet gjua shqipe, ruhet shpirti i kombit, shkruan ambasadori i Shqipërisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Denion Mejdani. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Gjykata kushtetuese e Kosovës konfirmon marrjen në dorëzim të kërkesës së vetëvendosjes për vendosjen e një maze të përkohshme në zgjedhjen e presidentit të Republikës. Gjykata ka bërë të ditur se vendimi për këtë çështje do të merret pasi të shqyrtohen të gjitha aspektet kushtetuese të pretendimeve të paraqitura nga pala parashtruese. Në dokument i kërkohet gjykatës kushtetuese vlerësimi i procedurës për zgjedhjen e presidentit. Krahas asaj, kërkohet vlerësim për vendosjen një mase të përkohshme që do të pezullonte afatet kushtetuese lidhur me procesin e zgjedhjes së presidentit deri në publikimin e aktgjykimit nga gjykata. Vetëvendosja drejtohet gjykatës kushtetuese edhe për dekretin për shpërndarjen e kuvendit. Kreu i grupit parlamentar Televizje Vetëvendosje Arbëria Nagavsi në një konferencë për media vlerësoi se shpërndarja e kuvendit është e paprecedent. Jemi dëshmitar që shpërndarja e kuvendit sot paraqet një akt të paprecedent i cili bën ndesh me rendin ton kushtetues dhe ne do t'i drejtohemi gjykatës kushtetuese për këtë. Nuk ka asnjë arsye sepse duhet të ndodhte një akt i tillë sot në mëngjes. Ajo tha se ishte paraparë të mbahet një seancë parlamentare për shqyrtimin e marrëveshjeve ndërkombëtare me vlerë 100 milion euro. Ndër të tjera, ratifikimi i marrëveshjes së Kredis, projekti i rrugës në shpejtësi të lartë Prishtinë-Mitrovic, marrëveshja e Kredis për investime për projektin energjia diellore fotovoltaike në Kek, marrëveshja për rindërtim dhe zhvillim për projektin impianti për ujërat e zeza në Kodejev, marrëveshja e Kredis në rrjet Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për rindërtim dhe zhvillim për projektin e eficiencës së energjisë në ndërtesa publike. Nagavsi vlerësoi se vetëvendosja bëri çdo gjë për të shmangur një krizë të re. Ajo i listoi takimet që lideri i vetëvendosjes, njëherë kryeministri Albin Kurti, pati dhe me liderët e dy partive më të mëdha politike, Partinë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës, për të gjetur një zgjidhje për presidentin. Në përkrahjet e dekretit të presidentes për shpërbërjen e parlamentit, reagoi dhe Partia Demokratike e Kosovës. Sekretarja e forcës më të madhe opozitare, Vlora Çitaku, tha se egot politike dhe ambicia e shfrenuar për kontroll total të institucioneve nga vetëvendosje, po e lën Kosovën sërish pa institucione dhe po e shtyn vendin drejt një cikli tjetër zgjedhjesh. Adresa e përgjegjësisë është e qartë, kristal, refuzimi i vetëvendosjes për marrëveshje dhe për dialog të sinqert politik, shkruan Vlora Çitaku. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.